Organizata turistike e Tuzit është institucioni kryesor në komunën e Tuzit i dedikuar zhvillimit, promovimit dhe organizimit të turizmit lokal, që nga themelimi i saj në vitin 2019, ky institucion ka nisur aktivitete të strukturuara për të forcuar imazhin e Tuzit si destinacion tërheqës turistik dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe kulturor të rajonit. Organizata turistike siguron informacione për vizitorët, mbledh taksën e qëndrimit turistik dhe bashkëpunon me biznese lokale për të krijuar oferta turistike tërheqëse. Ajo gjithashtu mirëpret kontribute dhe anëtarësime që ndihmojnë realizimin e aktiviteteve promovuese dhe eventeve kulturore në zonë. Drejtori i organizatës turistike të Tuzit, Ellen Gjokaj, flet më shumë për atë se nga vijnë vizitorët dhe çfarë duhet të bëhet më shumë për të përmirësuar infrastrukturën turistike. Nga kush vizitohet Tuzi më shumë? Në aspektin turistik, nga dhënat e juaja, po. Në të themi të drejtën, këtu jemi në një pozicion geografik të favorshëm. Jemi pranë kufirit me Shqipëri dhe afër kryeqytetit Podgoricës. Për fat keq infrastruktura turistike nuk është as e zhvilluar sa të ndalen turistat aq shumë dhe të mbesin disa ditë këtu. Jemi në punim sipër që këto pengesat i kalojmë ngadalë. Mungon pak, siç thash, investimet private, te bujtinat, te fshatrat turistikë që janë shumë të kërkuar sot, por turistë ka të mjaftueshëm që vinë një ditë apo 2 ditë. Kryesisht vinë nga kahi liceni Shkodrës, kalumi Cem, por i kemi edhe malet shumë bukura me vende shumë bukura, me shtize shumë bukura, ashtu që dita sa ta vinë shtohen duke ardhur, është se shohim për çdo ditë ne që dalim në teren. Cilat janë ato pika që prezanton, le të themi, çfarë mund të shoh një i huaj kur vjen në Malsi? Kemi në prag të panelit në Tiranë, para drejt turizmit, ata fillsa e përmendin Tuzin, ata ta përmendin për shembull Niagarën. Themi Niagarën, ujëvarën Niagara. Por Tuzi nuk është vetëm Niagara, Tuzi e ka edhe licenin e Shkodrës, e ka komplet Cemin, jo vetëm pjesën e Niagarës. E ka viset malore shumë bukura, si që përmenda, ka disa, të themi, shpellat të pa eksploruara, që janë ndoshta me matë pasurat në Maltezi, e kështu me radhë, dhe të thotë që ne na mungon vetëm se ndoshta pak infrastrukturë, si që përmenda edhe ma heret bujtina, apo fshatra turistike, apo të formave tilla që turistit dhe të vinë edhe të rrinë disa ditë më shumë këtu në Tuzë. Me realizimin e këtyre gjërave, a do të jetojë më mirë edhe ekonomikisht në një treg si Malsi? Po sigurisht se po, ne jemi dëshmitarë se tash të marrim shembull fshatin Fish në Lezhë, çfarë është bën nga një hotel, nga një, të themi, një restoran i vogël, që funksionon tani krejt fshati edhe me zërë nga bukfalisht nga i restoran i vogël që ishte hap. Ashtu që mendoj edhe unë që kemi zona malore shumë bukura, të themi të drejtën tani është edhe në trend që popullit të ikin nga këto komunikacionet e ngarkuara, nga jeta e zhurmshme që është në qytet, të dalin në vise malore. Ne i kemi me të vërtet viset malore të qeta, të bukura, të pasura, si që ceka me heret edhe me bukurin natyrore të ralla, ashtu që sigurisht se ka perspektivë që ndonjë zonë të zhvillohet shumë më shumë në aspektin turistik. Tuzi, i vendosur në juglindje të malit të Zi, afër kufirit me Shqipërinë dhe vetëm rreth 10 kilometra nga Podgorica, është një qendër e kulturës dhe traditës në rajonin e Malsisë dhe ofron një sër atraksionesh natyrore dhe historike për turistët. Mes këtyre janë liçeni i Shkodrës, bukuritë natyrore dhe traditat kulturore, që tërheqin vizitor vendas dhe të huaj. Përmes promovimit të turizmit të qëndrueshëm dhe ndërtimit të lidhjeve me partnerë lokal dhe ndërkombëtar, organizata turistike e Tuzit synon të fuqizoj rolin e Tuzit si destinacion unik që kombinon natyrën, kulturën dhe mikpritjen tradicionale. Ulcini nuk e ka këtë problem, se Ulcini vetë plazhi i Ulcinit ai nuk ka nevojë as të bëjnë çat themi do një reklam shumë të madhe, do një ftesë shumë të madhe, se gjithmonë është plot me shqiptarë, sidomos nga Kosova kështu me radhë. Por Tuzi pak duke filluar nga ajo që e përmenda, ajo mungesa e infrastrukturës, të themi të bujtinave, të fshatrave apo hoteleve, kështu me radhë,
na lënë në një pozitë jo të favorshme që vinë ata edhe më shumë këtu. Ata sigurisht kanë vizituar Tuzin, por për një ditë apo ndoshta një ditë e gjysmë nuk mund të shihen ato bukuritë të themi të fshehta që kemi nëpër rrethinat tona kësaj. Ashtu që mendoj se me kalim të kohës se interesi tyre është i madh, se e shoh dita ditës tani tu i vizitoj këto panaire në Prishtinë, në Tiranë, se kanë interes për këtë vend, vinë mjaftueshëm, vinë kalojnë për fatkeq veç kësaj të ndalojnë në një drekë apo ndalojnë në një vizitë të shkurtër, por jo që të ndalen që ta eksplorojnë këtë vend. Ashtu që në të ardhmen shpresoj që me këto rregullime të infrastrukturës do të jetë edhe oferta më e pasur për ta edhe më tërheqëse të vinë edhe në mënyrë të organizuar me agjensone turistike. Pjesëmarrja në panaire turistike në rajon përbën një hap të rëndësishëm drejt afirmimit të mëtejshëm të Tuzit, si destinacion me identitet të veçantë turistik, shpreh Gjokaj. Këto aktivitete hapin mundësi të reja bashkëpunimi, rrisin dukshmërinë e ofertës lokale dhe krijojnë ura lidhjeje me tregje të reja turistike. Me angazhim të vazhdueshëm dhe vizion të qartë për zhvillim të qëndrueshëm, organizata turistike e Tuzit mbetet të përkushtuar që përmes promovimit aktiv të kontribojë në rritjen ekonomike dhe kulturore të komunës, duke pozicionuar Tuzin gjithnjë më fuqishëm në hartën turistike të rajonit.